është shumë interesant me trajtu figurën e Rasim Kiçinës dhe mund të themi qysh nga pemiria e tij domethënë është dallu për interesimin për çështje kombëtare, mirë po për me njoft më mirë Rasim Kiçinën në rrjedhat e historisë edhe në jetën e tij edhe private edhe personale duhet spori me ndjoh familjen e tij, pro familja Kiçina. Familja Kiçina është një familje e cila historikisht është njoft për traditën, kulturën dhe aktivitetin edhe patriotik. Madje Rasim Kiçina i takon trungut të familjes së Zëqel Kiçinës, i cili është i njohur qysh në shekullin e 19, konkretisht ka qenë protagonist i betejës së Drenicës së Kuqe, pra Zëqel Kiçina, në luftë kundër Jashar Pash Gjinollit dhe sot e tutje edhe në defteret osmane edhe në librat e historisë trajtohet ajo betejë. Pra Rasimi ishte i frymzuar nga historia familjare. Mirë, por për me njoft Rasimin, ma konkretisht, duhet me njoft qysh prej bankave shkollore. Domethënë ai ka qenë nxënës i shkollës fillore Migjeni në vendlindje, pra në Bajic, dhe është njohur dhe ende sot edhe asaj dite figurojnë dhe janë edhe notat e tij dhe është marrë edhe në aktivitete. Prandaj ka qenë nxënës i dalluar dhe kështu që siç e përshkruan edhe vëllai i tij Dastan Kiçina, Rasim Kiçina ka marrur pjesë edhe në garat e Komitetit Krajinor më herët në kodër të Kosovës, kur është përfaqësuar në Jugosllavinë atëhershme si nxënës në garat e fizikës dhe matematikës. Madje ka qenë i shquar edhe në histori. Pra këtë aspekt e strategut i pas ka ndërtu pak më herët, që e përmendi edhe Zoti Ibrahimaj. Patjetër, Zoti Ibrahimaj ka të drejtën legjitime sepse ka qenë i bashkëluftetar i tij dhe një shumë më mirë për nga aspekti personal edhe në fushë betejë edhe në aktivitete dhe në strategjinë e luftës. Mirë, po çfarë kisha dashur me cek, por Rasim Kiçina është fëmijë i tretë i familjes së Rahman dhe Hasibe Kiçinës. Domethënë, para tij janë dy vëllezërit, është Dastani dhe Shkelzeni, dhe Rasim Kiçina së pari është njohur për aktivitetet e tij, qysh në bankat shkollore, pra në arsim, ka qenë dalluar në matematikë dhe fizik, po ashtu dhe ka përfaqësuar Kosovën edhe në gara. Më pastaj ka qenë i njohur shumë në aktivitetin sportiv, që ka qenë një futbollist i jashtëzakonshëm për periudhën të cilës domethënë ai ka taku dhe rrjedhimisht kur ka qenë në vitin e fundit në gjimnaz në shkollën Tashër Gjergj Kastrioti, domethënë në rreth moshës 19 vjeçare në vitin 1992 ai ka përleshjen fizike me forcat serbe, konkretisht në trenin, i cili vinte nga peja në drejtim të Drenasit ose ta ish Glogoscit, dhe kur ishe duke i maltretu forca serbe si i trajtojshin atëherë fëmijët, gratë dhe pleqet, dhe kur shkon tek Rasimi, ky u kundërpërgjigjet dëshmë dhe nuk dëshiron me ia dhënë biletën për arsye të njohura dhe pas gjithë aty në rase kësh trajtimeve ky arrin me i neutralizu dy policer, pra i godet. Rasim Kiçina në moshën 19 vjeçare i godet dy policer dhe arrin pasi që treni kalon tunelin e Bajicës, domethënë me kërcy nga treni dhe mu arratiz, domethënë dhe nga atëherë dhe pak dhe përfundon mësimin dhe njihet me Musa Jasharin nga Muharrem Xhemajlaj. Domethënë